Shtetet e Bashkuara kryen sulme në Yemen. Rebelët Houthi raportojnë për të paktën 38 viktima. Ushtria amerikane tha se ka shkatruar një port të karburanteve në Yemen që ishte nën kontrollin e rebelëve Houthi. Sipas rebelëve yemenas, nga sulmet ajrore amerikane janë vrarë të paktën 38 persona dhe janë plagosur 102 të tjerë. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane, CENTCOM, tha se forcat e SBA kryen sulme në portin Ras Isa me qëllim që të hiqin rebelëve Houthi mbështetje nga Irani, një burim të rëndësishëm të furnizimeve me karburante dhe të primonin ata nga të ardhurat që sigurojnë nga karburante. Qëllimi i këtyre sulmeve ishte të dobësonin burimin ekonomik të fuqisë të rebelëve Houthi, të zojnë dhe të shkaktojnë vuajtje të mëdha bashkëkombësve të tyre, thuhet në deklaratën e CENTCOM. Ky sulm nuk kishte qëllim të dëmtonte popullin e Yemenit, i cili me të drejtë dëshiron të çlirohet nga shtypja e rebelëve Houthi dhe të jetojë në paqe, shtoi ushtria amerikane. Sulmet ajrore SBA kanë goditur rënd rebelët yemenas. SBA nisi një fushatë ajrore në urdhrin e presidentit Donald Trump me 15 mars kundër rebelëve Houthi me qëllim të ndalojë sulmet e tyre ndaj anijeve tregtare dhe anijeve ushtarake në detin e Kuq dhe në gjirin e Adenit.